Rezultatet e të nxanit për njësime si morën e lëndë, përdor materialet të ndryshme për të krijuar konstruksionin apo instalacionet të ndryshme arkitekturore me miniaturë. Llojorës mesimore do tjetër të zhvillim. Këtu do të flasim pak rreth instalacionet dhe më pastaj do dalim me ilustrime. Cili është qëllimi i artit të instalacionit? Në instalimin, arti është një të vërtetë një zhandër relativisht i ri i artit bashkëkohor. Ato zakonisht janë vepra të artit postmodern, por jo gjithmonë. Këto forma të artit mund të jenë të përhershme ose të përkohshme. Sa i përket qëllimit të tyre, ato prirën të përdoren si një alternativë ndaj veprave në tradicionale të artit. Në këtë aspekt, shikuesit janë në gjendje të hyjnë televizin dhe të rindërveprojnë në të një mënyrë jo të mundur në pikturë dhe skulpturë. Dhe këto do të flasim për një proces tjetër të instalimit, do të thonë instalacionit. Cili është thelbi i instalimit? Gjithashtu është mjaft e thjeshtë, duhet të gjejmë kuptimin e fshehur të secilit element, secilit send. Instalimi është krijuar për t'i demonstruar një personi se sa shumë anë janë objektive që e rrethojnë atë, sa tipare të fshehura kanë, sa aspektet e papritura janë të fshehura në to. Dhe këto do të flasim se cilat janë karakteristikat e artit të instalacionit. Arti i instalimit është një lëvizje moderne e karakterizuar nga veprat artit gjithëpërfshirëse, në të mëdha se sa jeta. Zakonisht, artistët e instalimit krijojnë këto pjesë për vendet e veçanta, duke u mundësuar atyre që të transformojnë në ekspertizëm çdo hapësirë në një mjedis të personalizuar dhe ndërvepruar. Çka është arti i instalacionit të performancës? Tani një pjesë e pranuar e botës së artit pamor. Temi është përdorur që nga ajo kohë për të përshkruar gjithçka, filma, video, fotografi artistike dhe të bazuara në instalimet përmes të cilave përcillen veprimet e artistëve të interpretuar ose audiencë. Dhe këtu, nxënës të dashur, kemi marrë një pjesë të qytetit, do thonë të instalimit të një portreti. Pallati për ëndrat tuaja, skulpturë gjigante me kokë, skulpturë masive me tel me kokë të një vajze të re nga artisti James Spensa. Kjo skulpturë 39 metra e quajtur është në bazën e kullës më të lartë, e cila ka dy hyrje në mënyrë që njerëzit mund të ecin brenda saj. Dhe kjo është një pjesë e instalacionit të një portreti të ndërtuar në tel. Dhe këtu kemi një pamje tjetër të instalacionit. Libri Ilgo është një instalacion skulpturor nga artisti kolumbian Miller Lagos. Pjesa është ndërtuar në galerinë Magnan Metz në New York. Librat janë grumbulluar në shtresht për të krijuar një kupolë kompakte që është plotësisht e qëndrueshme, duke mbështetur veten. Librat janë rregulluar në faqen e kthyer për të krijuar një guack të bardhë, ndërsa shpina me ngjyrat e librave janë duke u drejtuar nga brenda duke zbuluar titujt e tyre. Dhe këta nxënës të dashur kanë krijuar në një hapësirë të mbyllur një pjesë të instalacionit me libra. Dhe këtu kemi një pamje tjetër të pjesës së qytetit të ndërtuar në CD. Cili është procesi i instalacionit? Instalacioni ose konfigurimi është akt i bërjes së sistemit ose programit gati për ekzekutim. Meqense procesi ndryshon për secilin program dhe çdo kompjuter, programet përfshin sistemet operative. Shpesh vjen me një instalues që programet të specializuara përgjithse për të bërë gjithçka që nevojitet për instalimin e tyre. Shi i ngjeshur. Ky është një pejzazh që është i quajtur shi i ngjeshur, fotografi e instalimit artistik në CD në Karl Sankt Peter, pranë bazilikës së Sant Marias, domethënë është i ndërtuar në vitin 2017. Dhe këto është një pamje tjetër e pjesës së instalacionit
derdhja gjikande e ngjyrës së portokallt në instalacionin të shikueshëm të gjallë. Kopshtarët e lizës ndryshim mund të bëjnë një shtrat me lule në ngjyrë të ndezur, në një lëndim të prerë rishtasi, por pak krijimtari mund ta çojë atë në një tjetër. Dhe këto është një pamje tjetër, një instalim abstrakt artistik me motivin e dorës së njeriut në një park në Madrigal në Portogali. Dhe këtu është një instalacion i pjesës së dorës abstrakte. Dhe më pastaj ku marrë disa vepra të piktorit Van Gogh për të parë ju se si do të krijohet një instalacion në hapësira të mbyllura rreth një vepre të një artisti të njohur. Këtu është një pamje tjetër e ndërtuar në formë të pjesës skulpturale, instalimi, dhe me thonë pejsazh të gjallë të shpërndarë në objektet njerëzore, e përmuar nga Max Hopper Schneider. Është një instalacion në hapësira të mbyllura se si duhet të krijohet apo përformohet në këtë ambient. Dhe këtu kemi një pamje tjetër të krijimit të instalimit të përqendruar në ngjyrat që ngjajnë ylberi në skemat që përfshin urat në këtë rast, korridorët të mbushura me dritë dhe skulpturat në shkalla të gjera në ujë. Puna e Tom White-it aktualisht është ekspozuar si pjesë e edicionit të dytë të Anne Paysangas në Francën Juglindore për ekspozitën në natyrë. Organizojnë 6 sfera 15 metrëshe për gjatë liçenit. Dhe këtu, konkretisht, ka dashur me na tregu pjesën e instalacionit në hapësira të hapura dhe ka kriju ngjyrat e ylberit. Dhe këtu do të flasim pak rreth konstruksionit. Çfarë do të thotë konstruksioni në art? Konstruksioni është një vepër arti që në të vërtetë është mbledhur ose ndërtuar në ambientet ku do të shfaqet. Shumë ndërtime kanë për qëllim të jenë të përkohshme dhe të çmueshëm pasi të kenë përfunduar ekspozitat. Në Babiloni, si nga 7 mrekullit botërore, ishte ndërtuar observatori me një vjetër i ndërtuar në botë Kulla e Babilonit. Kulla e Babilonit, legjenda dhe historia reale. Kulla e Babilonit, mrekulli antike, dritë që zbukurohet vetveten. Sipas legjendës, Kulla e Babilonit arri qëllimin. Sidoqoftë, perëndit ishin të zemëruar me qëllimin për të arritur një paras dhe i ndëshkuar njerëzit, duke i dhënë atyre gjuhë të ndryshme si rezultat ndërtimi i kullës nuk përfundon. Do të thonë, pjesa e rezultatit të kullës së Babelit nuk përfundon. Dhe më pastaj kemi marrë 2 pamje të kullës së Babelit, të cilat janë të ndërtuara në teknikën e grafikës dhe ngjyrave akrilik. Këtu kemi marrë një pikturë të piktorit që ka ndërtuar pjesën e kullës së Babelit. Kulla e madhe e Babelit. Kulla është një pikturë e pikturuar nga Bruegel Plaku, e krijuar në mes të shekullit 16. Shkalla e kësaj foto është e manjëshme. Një numër i madh i banorëve janë përqendruar këtu. Kauza e tyre e përbashkët dhe natyrisht një kullë e madhe. Në thonë, ne ku marrë një pjesë të një pikture të madhe të Babelit që ka pikturuar piktori Bruegel. Dhe më pastaj e kemi një pamje tjetër të konstruksionit. Kulla veneciane është pjesë e kalas bizantine të Durrësit, e cila në mesjet konsiderohet si një nga fortesat më të fuqishme të brekut perëndimor të Adriatikut. Në gjysmën e parë të shekullit 15, kur Durrësi ishte në pushtimin e Venedikut, kulla u rindërtua dhe mori pamjen e sotme. Dhe këtu ka marrë një pjesë të konstruksionit të një pjesë të kullës. Dhe këtu në bazë të aty 2 pamjeve
kemi bërë një ndërtim të konstruksionit, më thonë një kulle, me materialin reciklues, më thonë formë kolazhit. Dhe detyrat të shtëpisë, nuk jep disa pyetje rreth instalacionit dhe konstruksionit, me çfarë materialeve është ndërtuar kulla e Babelit. Tregoni disa ndërtesa prej gurit që keni parë. Po kalot, a janë të ndërtuar prej gurit? Po kulla Eiffel me çfarë materialeve është ndërtuar? Cilat janë pjesët përbërëse të ndërtesave? Cili është procesi i instalacionit? Cili është një shembull i instalacionit? Faleminderit për vëmendjen, nxënës të dashur, mirëmbëjtje.